Pesë punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe drejtuesi i kësaj drejtorie në Bashkinë e Imarës janë pezulluar mëngjesin e sotëm me vendim të kryetarit të Bashkisë së Qytetit Bregdetar, Vangel Tavo. Kryebashkiaku i Imarës ka pezulluar nga detyra punonjësit e IMT dhe drejtuesin, ndërsa shkak për këtë kanë qenë një sër ndërtimesh dhe objektesh pa leje në Drimadhes, Jalë dhe Dhërmi. Raportohet se disa ditë më parë pati edhe procedime penale. Mbrëmjen e së dielës në orën 20, IKMT prishi 4 struktura në Jalë, ndërkohë që sot do të shem disa të tjera në Dhërmi dhe Jalë. Kujtojmë se një javë më parë policia e Vlorës arrestoi 3 persona për ndërtim pa leje dhe mori në nënhetim edhe 4 të tjerë. Bëhet fjalë për shtetasit me iniciale LD 41 vjeç, KC 40 vjeç dhe IZ 52 vjeç, të cilët janë inxhinier dhe drejtues teknik të projektit. Shohet se ata kanë lejuar punime ndërtimi nga punëtorët e tyre në zonat e Jalës dhe Dhërmiut, pa patur dokumentacionin përkatës. Për këtë vepër penale, në kërkim është shpallur edhe shtetasi LG, banues në fshatin Vuno. Gjithashtu në lidhje me këto ndërtime pa leje, janë marrë në hetim 4 punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Himar.